Cilat janë disa nga hapat për të përballuar depresionin? Së pari, dua të tregojmë të kujdesshëm dhe të shmangim vetë diagnostikimin me depresion. Nuk na takon ne ta vetë diagnostikojmë veten me depresion apo të vetë mjekohemi edhe më keq akoma. Flasim për depresion në raste personit i ancënuar apo nuk parin dot të mirë funksionoj. Në fazën e gjumësimit i është cënuar mënyra se si ushqet, diçka ndryshe ka ndodhur aty. Nuk ka më interes për gjëra që më përpara përbënin gëzimet e vogla të përditshmërisë, për të ka impaktuar mënyrën se si socializohemi apo nuk socializohemi për shkak të shfaqjes së humorit depresiv. Kemi humbur interesin për sporte, kemi humbur interesin për të kryer marrëdhënie seksuale dhe kemi mendime negative që kanë të bëjnë me një vetvlerësim të ulët për veten.